Spari do vazhdojmë që ta përgatisim brumin e simitave. Në një enë të thellë do hedh 200 ml qumësht. Te qumshti do shtoj edhe 200 ml tjera me ujë. Tani do e vendojmë mbi zjarr mesatar që të vakem pak. Ku do formoj brumin, të parën do shtoj një lugë gjys gjelle sheqer. Sheqeri do ndihmon që maja e bukës të aktivizohet më shpejt. Maja buke të freskët në total do na nevojiten 30 gram. Kjo është 40 gramshe. Do mundohem kështu një pjesë të vogël të largoj anësh. Pjesën tjetër do e shtroj këtu ku do e formojmë brumin. Qumshti dhe uji, pasi janë nxehur, pra nuk duhet që të jetë shumë i nxehtë i vakët, do e hedhim mbi majën e bukës dhe sheqerin. Do presim kështu për 1 deri në 2 minuta që maja të aktivizohet pak, përpara se të shtojmë përbërësit e tjerë. Tani do hedh vaj 110 ml. Si dhe një lugë gjelle kryp. Përgatitja e këtyre simitave është shumë e thjeshtë, po ashtu e thjeshtë kanë edhe përmbajtjen brenda. Nuk do shtojmë fare ves, pra këto simita janë edhe pa ves. Tani do vazhdoj të shtoj miell. Miell paraforsisht 700 deri në 800 gram, por gjithmonë me kujdes. Vazhdojmë tani me dorë, duke formuar një brum të butë dhe të lëmuar. Tani që brumi është mbledhur, miell do hedhim nga pak me majë të gishtave dhe do vazhdojmë që ta punojmë brumin, ta ngjeshim mirë për disa minuta, sepse këtu qëndron sekreti i gjithë brumave. Duhet të fitojmë një brum të mirë kështu, të butë dhe të lëmuar. Brumin përmbyll dhe e mbuloj me një nylon foli dhe do e lë në vend të nxehtë që të dyfishohet më së paku për 30 minuta. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, tani është edhe gati për ta marrë dhe për ta punuar. Vendin ku do punoj do shtroj miell, tani këtu do e vendoj edhe brumin. Do vazhdoj që ta ngjesh edhe një herë, kështu me pak miell. Tani nga brumi do vazhdoj që të heq kuleç. Kuleçt nuk do i bëjmë shumë të mëdha, pra si kjo matësi këtu. Paraforsisht sa një mandarin. Vazhdojmë kështu, ja hapim formën një herë tër brumit. Tani me shumë pak miell do vazhdojmë se cilin kuleç që ta ngjeshim edhe pak. Kështu pra në këtë mënyrë. Ja ky brum, unë fitova fix 20 copë. Tani do vazhdoj që t'ju jap edhe formën. Do e marrim kulaçin e parë që e përgatitëm, për fundi do shtroj pak miell. Tani do vazhdojmë që ta qilim. Nuk do e qilim shumë të madhe. Pra kaq është mjaftueshëm sa një pjatë e kafes. Tani do na nevojiten diku paraforsisht 100 ml vaj për lyerje. Vazhdojmë e lyejmë me vaj tërpejtën. Tani do e lakoj në gjys. Përsëri do e lyej me vaj. Përsëri në gjys, duke e dhënë formën kështu e një trekëndshi. Kjo për atë arsye që pasi që të piqen, të qilim pejtat dhe të mund që t'i mbushim rehat. Vazhdojmë i përgatisim kështu të gjithë kuleçt në të njëjtën mënyrë. Për secilën do e lyejmë me vaj. Siguroni që t'i lyeni mirë me vaj. Vendojmë në gjys. Përsëri me vaj. Përsëri edhe një herë në gjys. Pasi kam përfunduar me përgatitjen e të gjithave, nuk ka nevojë që t'i lëmë që të pushojnë më tepër në tepsi,
Pasi duke I përgatitur këto të parat kanë pushuar mjaftueshëm. Do vazhdojmë që përmbi t'i lyejmë me të kuqen e vezës. Tani do I fus në furrë të nxehtë 180 gradë, duke ju dhënë kohë që të piqen për 25 deri në 30 minuta. Simitët janë gati, pak I lash që të ftofen që të mundemi t'i mbushim më mirë dhe të ndahen më mirë pjesët. Për mbushjen, unë do përdor sallam pule të prerë në fleta të holla, kashkavall të prerë në fleta të holla, si dhe pak sallat jeshile. Vazhdojmë tani t'i mbushim. Në pjesën e qoshit, do shtroj sallat jeshile, një fletë kashkavall, dhe këtu para një fletë sallam pule. Po ju demonstroj vetëm edhe një, pra në xhepin e parë, sallat jeshile. Po dashët mund të shtoni edhe domate, por pasi domatja mund të lëshon lëng, unë tani nuk po e shtoj. Dhe e fundit sallama e pules. Pasi kam përfunduar me mbushjen, brenda do vazhdoj që të shtoj nga një fletë domate. Domaten do e shtoj këtu te kashkavalli.